Prej 38 ditësh, kryeministri që flet për gjithçka nuk ka gjetur as një minutë kohë për një nga zhvillimet më të papranueshme në demokracinë tonë. Edi Rama, herës se ai është krijuesi i këtij sistemi, që ka për model trafikantët që i promovon ata kudo. Njësoj hesht Edi Rama prej 2 ditësh dhe për skandalin e Sarandës. Qiraku i kokdhimës, që kërkon favore seksuale me të miturën në këmbim të një vendi pune, është krijesë e sistemit që ka ngritur Edi Rama. E gjithë shoqëria është irrituar dhe ka ngritur zërin për fillikshtinë që ndodh në zyrën e pushtetit, në zyrën e Partisë Socialiste. Vetëm Edi Rama hesht, ai që ciceron për gjithçka, bën paditurin për skandalet tronditëse, që janë drejt për drejt përgjegjësi e abuzimit me pushtetin që bëjnë oligarkët e tij në oligarkinë që ai ka ngritur.